Unë jam shumë i lumtur me paraqit para jush dhe para gjithë publikut kosovar që institucionet publike të arsimit të lartë, specifikisht Universiteti i Prishtinës, ka bërë një përparim të jashtëzakonshëm në vitet e fundit sa i përket publikimit shkencor, pra prodhimit shkencor në këtë institucion, rrjedhimisht edhe justifikimit të titujve akademik. Më kujtohet në vitin 2017, orë për herë të parë pat publiku një raport mbi justifikimin rrjedhimisht edhe i mos justifikimin e titujve akademik, vetëm për stafin menaxherial, pra dekant, prodekant, rektorin dhe prorektor të atëhershëm, dhe na doli që vetëm 28% e stafit të atëhershëm menaxherial në Universitetin e Prishtinës i justifikonin titujt akademik, pra 72% nuk i justifikonin titujt e tyre akademik, dhe patënar shumë akuza e kritika, sidomos me atë pyetjen e famshme, kush jeni ju me na kritiku, për çka merreni ju me universitetin, çfarë interesa ju ndërlidhin juve me universitetin e kështu me radhë, edhe tash jemi në një periudhë sa i bjen mas 9 vitesh ose 8 vitesh, kur ky përparim dhe progres është jashtëzakonshëm dhe let i vrejtshëm. Pra, sot në momentet që po flasim, prej vitit 1988, kur është evidentu punimi i parë shkencor në Universitetin e Prishtinës, deri në vitin 2017 ose 2016, fakt që na ndërlidhim edhe me punën e Orkës, po për me qenë modest, kjo nuk është veç progresi, nuk është rezultat veç i punës së Orkës, është rezultati i shoqënisë kosovare në veçanti, është rezultati gjithë partnerëve edhe kombëtar, edhe ndërkombëtar, përmes donatorëve dhe hisedarëve tjerë të arsimit lartë, që kanë kontribuar që ky progres me qenë kaq i vrejtshëm. Ju e shihni, pra siç e përmenda, që stafi i Universitetit të Prishtinës ka publikuar 3910 punime shkencore në revistat të indeksuara në Scopus dhe Web of Science. 43% të punimeve janë në 3 koleksionet të Web of Science, siç mundeni edhe me i pa. Nasnjëherë, nasnjë dyshim, mosa më e madhe e profesorëve, mos me thonë që të gjithë me ndonjë përjashtim më të vogël, nuk e kam po as agjencionin e akreditimit, po as shoqërinë civile si kundërshtar. Jemi të njëjtën anë të medaljes të provu me u përmisu se cilën herë. Statistika që i raportoni këtu të regojnë për një sukses të përbashkët. Kjo është shumë e rëndësi me theksu. U folë për integritetin, rritjen pozitive edhe justifikimin e titujve edhe në krahësim me universitetet e tjera ku UP-ja qëndron më mirë. Është e kuptueshme me krejt parametrat se UP-ja shumë aspekte qëndron më mirë, në besoj ju vetëm krahësim me universitetet tjera publike, po edhe me gjitha universitetet tjera në hapësira gjeografike ku jetojnë shqiptarët, edhe jemi universiteti i rënguar në për listat indekse ndërkombëtare më së miri. Kjo është rezultat i një punës përbashkët trashëgimisë të vazhdueshme që është ku tu përmisu. Trendi është pozitiv. Po na duhet, para se me kalu në vetë knatësi, me po se çka mujna me bo edhe ma mirë. Jëm dëshmitar, me ofru dëshmit mrena ditës, në qoftë se jëm ma shpejt, që edhe para të 88-ës ka pas punime shkencore në Universitetin e Prishtinës. Ka pasën punime në atë kohë shumë më domethënëse dhe me kontribut më të madh shkencor për kohën se sot ne e dim, jem dëshmitar të asaj që qoftë se financën të arrin edhe një njeri që ka vdek para 30 vite në mënyrë formale me ja plotësu kriteret për mu zgjedhën profesoresh jo vetëm në Universitetin e Prishtinës, por edhe në universitete me nam të madh gjithandej. Fushën e arsimit, edhe në universitet, po edhe në ciklet paraprake, unë besoj fort që këtu nevojitet një pakt shoqëror mes përfaqësuesve në parlament, atyre që janë në qeveri, institucioneve, agjencioneve
të pavarura, universitetet e tjera që me vendos prioritet. E prioritetin të nuk më nëshme vendos qofse ju ofrën universitete bugjete për të mbijetuar. Na nuk ka nevoj me mbijetu, neve na nevojitën bugjete zhvillimore, cilat për fat kesh nuk i kem, ende mirë po ne dohet me i kërku. Këto statistika për shembull, ne dim që një numër i këtyre publikimeve janë edhe falë asaj që viteve të fundit Universiteti i Prishtinës ka subvencionu publikime. Ne kemi arrit për fat mirë tash me miratu edhe një rregullore soi për këtë publikimeve në Universitetin e Prishtinës. Kur i shohëm Universitetin e Prishtinës e bona një krahasim 2018-2024, do të thonë kur sot janë 74% i arsyetojnë titujt akademik, më parë ka qenë 55, më parë ka qenë 41, domthoni bjen një rritje 55% që kalkulova këtu. Domthon 2018-2024 për 6 vite mu rrit 55% arsyetimi i titujve akademik, besoj që është një arritje e madhe edhe kjo si agjencia akreditimit neve na gëzon shumë edhe na besojmë që sado minor që ka ose ansor tjetë edhe ne besoj që kena dhënë një kontribut me kriteret të cilat shpesh herë janë jo populiste edhe shpesh herë gjejmë rezistencë në Universitetin e Prishtinës, çka na vjen neve kjo agjenci, pse na do të pse Barci është i fushës, ju po na kallzoni neve qysh mi rregullu na fund të shtëpisë. Mirë po unë mendoj që qëllimi jon është i përbashkët ngritja e cilësisë edhe kjo po tregohet edhe me statistika.